Megi, u bë për ty realisht shumë zhurmë. Dhe jo vetëm që u bë një zhurmë e madhe dhe unë u konfuzionova shumë, sa desh të lëshova me duart e mia në skuadrën e Gencit. Sepse Genci u ngrit një moment që dhe shtyva unë që të vinte drejt teje, por unë nuk pendova shumë në atë moment. E ndihmoje pak Genc, lutem. Hajde. A mund është kështu? Qyre pas kisha ty, bravo, qaja. Apo vjen tash të unë në kip? Trit! Apo vjen? Qashtu, unë e të nëzera për situatën zemë. Ma ki bërgjë. Hatë mbetje dhe asë njerit ju dua shumë të gjithë. Unë do zjedh Elsin. Pavarësisht edhe se çfarë thanë njerëzit në fillim që më thoshin, po çfarë do shkosh te Voice, ti ke bërë një farë karriere. Nuk jam penduar as pak, edhe do vazhdoj domethënë të luftoj deri për fundin, sepse emocionet që më ka dhënë Voice, ajo gara, ai tensioni gjatë kohës, ato materiale që jam duke eksperimentuar, domethënë gjë që nuk do ta bëja më përpara, edhe gjithë kohës këtu janë emocione, adrenalin, edhe jam me vërtet shumë e kënaqur. Sigurisht që do të zgjidhet dhe pavarësisht që Genci më ndihmon shumë. Megi natyrisht është një nga zërat më të kompletuar të skuadrës time. Këtë radhë ajo vjen për herë të parë me një material në gjuhën shqipe. Një material që ka nevojë për një ngarkesë emocionale jo indiferente. Dhe ajo çfarë jam kurioze të shoh mbrëmjen e performancës saj, dua të di se sa do arri ajo të mbushet emotivisht nga live-i, nga kamerat, nga prezenca e publikut, dhe sa do arri ta mbushi emocionalisht dhe jo vetëm teknikisht këtë material. Bosh, baje, bosh, bravo, yeah! Nuk isha dyshim që do isha në netët e live-it. Sigurisht, eksperienca është një nga armët e mia më të forta dhe më ka ndihmuar në të gjitha live-et që kam qenë. Shpresoj që të më japë më shumë forcë për të kontrolluar emocionet e mia dhe për të dhënë maksimumin tim në skenë. Atë që kur nuk të kam thënë s'pëtot pa ty, ta farë shpirtin tim, çdo puthje për qafim, si bizhu i trupin tënd, shtiru e shtir bosh, e vetja ndjehet bosh, ti shka e mbushur bosh, fludorava me avionet, të të haroj, të ndimi më pushton, dhe jo shi që s'mbaron, edhe zhvete një si ty të gjenë, beta çdo prekje ledha tim më japin dritarim, as që në botë më krahasoj dot me ty. E tjetër njeri kur bëj dashuri, i bësit me dy për ty, dhe ndjej pa fund vetëmi,
strade mbetet por dhe vetja luna bosh gjithka e mbushur bosh flugëroj brap në avionet në të bëjt të haroj të ndimi më poshtor në joshe që s'maron e dash vete një si ty ka gjej dhe mbetem bosh mbetem bosh mbetem bosh. Megi këndoi Bosh, një cover të Aurela Gaçës. Nuk po të fus më duart se t'i futën mjaftueshëm. Nga skuadra e Ilsës javës që shkoi e diskutova dhe me Albinën, performanca e saj ishte më e klikuar në YouTube, kështu që se di se si do të shkoj këtë javë dhe nëse ti do vazhdosh të jesh me ne javës që vjen apo jo, mirë po. Faleminderit shumë për fjalët e bukura. Faleminderit ty. Si drit, si mendon ti për performancën e Bosh? Ishte Bosh? Absolutisht jo. Jo. Nëse kamerat kanë ndjekur, kam qenë gjithkohës këtu. Një gjendje, një tension i nder që kjo për hir të muzikës dhe bashkimit, normalisht orkestracioni dy artistave të mëdhenj shqiptar, Ardi Xhebrea dhe Shpëtim Saraçi, një orkestracion kaq i qëndisur nga duart e mjeshtrit që shpresoj dhe besoj që do vazhdojnë për vite me radhë të na japin perla të tilla. Përkulen para Shpëtimit. Për krah absolutisht nismën e Elsës për t'ju dhënë materiale shqip, parësi se unë e bëra në dy vojset e pare, jo se u lodha, por kam edhe unë ato makinacionet e mia, ato gjërat e mia, vazhdon dhe qëndron besnike e atij variantit, siç thash, të aktrosh duke kënduar, dhe të dy materialet sonte ishin kështu, në aktrim, në të kënduar. Bravo Semi, por sonte... Më fal. Ska gjë. Të regon qëri. Jo, me vërtet që jam emocionuar. Jo, absolutisht. Bravo Megi. Po tani duhet t'i japim një material fix fare me këtë rast, ta kupton? Ska problem, burr. Ndihmojmë edhe kolegët. Mi gjithë i kemi, ska problem. Se një nga java e kaluar e Almës e ke parasysh atë, Genti, Aslani, dhe më morë. Bë qefi, e ke përligjur komplet një material tillë, por më në fund kuptova prej të jetë që bie poshtë deri diku ajo shprehja që edhe muret kanë vesh. Unë sot mora vesh që edhe muret pas kanë edhe duar. Se dia. Kanë duar që ç'ke me të? Varet sa të holl janë kur të vjen ndonjë nga ana tjetër. Ose tip Genci. Atë në qysh, kur vjen të Netted Live, pozicioni i coachit është tepër luksoz, se ti praktikisht je një spektator, i cili pyetët se apo i pëlqen edhe e ka rastin edhe privilegjin me tregu ato në publik. Pse po them këto? Po them këto se tashmë e thash edhe herën e kaluar, domethënë kjo është puntata e dytë që ne shikojmë si një koncert, si një show profesionistësh. Kështu që për një me është secili është më i mirë se tjetri, secili ka veçoritë e veta. Megi ka qenë shumë e mirë. E kom një përvojën e saj, është një këngëtare që ka ma shumë përvojë se shumica e konkurentëve që i kemi si vjetë, edhe ajo ndihet, ka qenë shumë kompetente, shumë solide në krejt performancën, pambarësisht aty në shpërqendrimeve që i ki pas performancën, prapja dole, bravo, super, shumë mirë. Super. Alma. Megi e dashur, kjo këngë se si dhe e tregoj
pak këngën se si ka ardheri këtu, po nuk mundem pa e lënë edhe anën mjeshtrore të Aurela Gaçës që e ka këndu këtë këngë. Por do doja të thoja që ti Megi e dashur, s'ka gjë të plotsoj unë. Ke kënduar aq bukur, aq me ndjenjë. Nuk e di, po ke qenë një lloj ta them penicilin përvesh sonte, ke qenë një qetësi, një dimenzion komplet tjetër. Dhe sa herë që po i dëgjoj, sidomos sonte, po më kap të merri se qa do bëhet në netët finale. Qo, dhe këtë trip kështu po të kap të meri penicilin injekcion, po tutësh për mjeku. Jo, për mjeku nuk kom të kështu që janë mjek. Megi, bravo Megi, bravo. Elsa, unë jam dakord me atë që thot Genci, që në një sens ju po e shihoni si ju publik, si publiku që është në sallë, si publiku që na ndjek nga shtëpit, por veç faktit që keni privilegjin të thoni mendimin tuaj dhe të ndani me të gjithë ne të tjerët, mbi të gjitha keni vendime të rëndësishme për të marrë në fund të kësaj mbrëmje. Kështu që në një sens i shikoni si më shumë se sa publik, sepse vendosni fatin për secilin prej atyre që kanë qenë javës së shkojë dhe këtë javë. Sigurisht që një nga kriteret që ne kemi për të zgjedhur, që ne përdorim për të zgjedhur, për të hequr apo për të mbajtur, fjale keqe për të hequr konkurrentët tanë, është edhe feedbacku, reagimi, se sa i do publiku, sa i ndjek, sa i përcjell. Por çfarë do të thoja për performancën që sapo pash, e cila më bëri të ndjem realisht krenare për Megën, për nxënësen time, për skuadrën time. Do doja të falenderoja sigurisht numrat artistik të bukur nuk bëhen vetëm. Prandaj unë do doja të falenderoja patjetër Gjinon me tromb, që ishte personazhi i padukshëm, i cili i shtoj magjisë së orkestrimit të Shpëtim Saraqit dhe muzikës Argit Xhevres, të cilin e uroj sonte për këngën magjike, dhe gjithashtu vargjeve shumë të ndjera të Tima Flokos, të cilin e kam gjanë veçanërisht. I shtoj Gjino, i shtoj një magjit veçantë, prezenca e ti, tromba e ti. Përsej do doja të falenderoja shumë skenografin, djemtë e baletit, koreografët, sepse regjizorin, sepse u impenjuan realisht shumë për ta veshur, për ta bërë sa më teatral, këtë material, kaq të bukur, të muzikës son të lehtë shqiptare. Dhe Megi sonte ka pas detyrën ashtu si Andi, dyfisht vështirë, sepse jo vetëm duhet këndoje mirë, duhet performoje, por ti duhet edhe të aktëroje. Dhe sonte ke qenë thjesht e shkëlqyer. Okej. Megi Laska, faleminderit shumë. Shumë urime.